Gjatë lidhjes së drejt për drejt më bën një pyetje, e cila ka kohë që më drejtohet, që ka të bëjë me qetësinë time. Pyetja ishte afërsisht nëse kam apo s'kam probleme përderisa arri që të qëndroj kaq qetë, por që është e thjeshtë, në të vërtetë është e pamundur që të mos kemi hall, të gjithë kemi halle probleme, bota është e tillë. Por me sa kuptoj unë, arsyeja që unë jam kaq i qetë është pikpërshtrimi që kam për jetën dhe gjërave që u jap rëndësi. Është shumë e rëndësishme që ta shijoj momentin që jetoj, ta argëtohem, të bëj gjëra që dua. Por që për pikpërshtrimin, për mua bota është një iluzion, është një vend që ne kemi ardhur për të marrë eksperjenca të caktuara, mësime të caktuara. Por përveç kësaj, koha është e jona. Shembulli që dash dhe tek lidhja e drejtë për drejt ishte, imagjinojmë botën, jetën, sikur vendi i punës më ka dërguar për një konferencë jashtë shtetit, ndërkohë që një pjesë në kohës të këtij udhëtimi jam e detyruar që të dëgjoj konferencën për të marrë informacione për të cilat kam vajtur. Gjithë pjesa tjetër e kohës është e imja. Dhe normal që do ta përdor për të argëtuar, për ta shijuar sepse jam në një vend të ri. Dhe me kohën jam bërë dhe përzgjedhje për gjërat të cilat i lejoj që të më ndikojnë nga ana emocionale. Shumë detyrimisht.